i falë dhe ndihmë kërkojmë salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasurës të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderim dhe madhërim Allahun azza wa jall që na ka bërë pjesëtar të kësaj feje dhe Islam, i cili bëjnë dobin çastin dhe në momentin kur bëjnë dobin malli asë vllai. Falënderim Allahun azza wa jall që na ka bërë të kësaj pjesëmarrës të kësaj feje, që fe e cila na mëson të mirën e të keqen. Dhe sot do të flasim për një smundje të zemrës, smundje e cila e ka emrin xhelozi dhe haset në gjuhën arabe, smundje e cila është dhe keprurëse e imanit, e vdes imanin në zemrën e besimtarit, në zemrën e imanlis. Ai i cili ka iman, ai i cili ka besim, nëse imanin e tij e përzin me xhelozi dhe haset, imani i tij në këtë çast është i rrezikum që të vdes dhe të zhduket nga zemra e tij. Përke që këtë Allahu azza wa jall, em yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadlih. Pse po i xhelozojnë, pse i kanë haset njerëzit që Allahu ju ka dhënë nga të mirat e tij. Të mirat që i kanë njerëzit në duart e tyre të cilët i shfrytëzojnë dhe kënaqen me te, nuk janë të mirat të cilët ua kemi dhënë na, apo me mundin tonë, as me mundin e tyre, por se janë të mirat që ua ka bërë nasib Allahu azza wa jall. Dhe me çfarë të drejtë dikush merr guximin që ata njerëz ti xhelozojnë dhe të mundohet dhe të organet me mishë me shpirt, si pasojë e kësaj xhelozie, atyre të alargoj këtë të mirë, të cilën ua ka dhënë Zoti dhe vetëm ai ka mundësi që mua marr. Pra se një zulumçarëve dhe hasetgjive, që Allahu azza wa jall nëse dikujt ja ka dhënë një të mirë, nuk ke mundësi me marr. Pa marr parasysh angazhimin tënd, pa marr parasysh zullumin tënd me gjuhë apo me dorë, duke folë për te, apo duke avjedh mallën, apo duke ndalë të mirën, nuk do të arrish sukses, nuk do të korrish sukses, nga se kjo është e mirë, e cila i ka vetëm prej Allahut azza wa jall. Dhe askush prej tesh nuk duhet të t'i vjen keq kur dikush e ka një të mirë të Zotit. Por se të bëndohet që Allahu t'i jep bereqet në atë të mirë, dhe të lutet që Allahu azza wa jall asaj të mire t'i jep bereqet dhe vazhdimsi të ka i person, edhe nëse nuk e keni na. Dhe haset xhelozi është kur dikush e ka një të mirë, e ti mundosh me mish e me shpirt, me largu atë të mirë prej ti. Qoftë ajo, edhe nëse se dëmë për vete. Dhe ta dini fort mirë se xhelozia është mëkati i parë i cili është bën këtë tokë dhe këtë qerë. Shkaku i xhelozisë, iblisi, mallkimi i Zotit qoftë mbi te, u largun nga xheneti. Se xhelozoi Ademin alayhis salam, tha ti nuk është më i mirë se unë, sa këtë krijove prej toke e mu prej zjarmi, si ka mundësi me këti mi bo sejtë. Xhelozoi dhe xhelozia i largoi prej xhenetit. Xhelozia i largon prej xhenetit, prej imanit në qufër qonë. Ja dhe në ila Allahu në arrujt nga kjo smundje. Xhelozia është smundje e keqe, për të cilën thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin al-iman wal-hasad. Thot në zemrën e besimtarit nuk bën bashkë dy gjona, imani dhe xhelozia, hasedi. Imani dhe hasedi nuk rinë me një vend. Pra çdo kur ki xhelozi dhe haset për dikant dhe e shes se të vjen i natë se dikush e ka një të mirë, dije se imanin e ki lisht, apo hiç se ki momentin në të cilin moment ke xhelozin ndaj atij personi. Abdullah ibn Amri, një ditë prej ditëve duke qenë me mezhlisin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot hini njeri i cili kishte mjekër të bardhë, e nga mjekër e tij kullonte uji i abdesit. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha se shpejti do të hinë në xhaminë e juve një njeri i cili është xhenetli. Dhe ai hinë në xhami, të nesërme me njëta ndodhi njëti person, të tretën herë njëta ndodhi njëti person. Dhe Abdullah ibn Amri thot vallahi kam me pa punën e këtij njeri. Ta shoh të shkosh ku poki që e fitoj xhenetin. Çka pas ka ky person? E shkova sa trokita në dyrë të shtëpisë së tij dhe i thash o person, o ti njeri, ku me kërku misafirët gostin shpinën tonë dhe 3 ditë nga si jam kasafyt me prindin tim dhe s'kam kushtoj. Tha i kjo obligim të rritë me pranu si musliman. Tha po, te në qene ki, tha edhe bëjëm. U vendosa thot në shpinë e ti. Edhe natën që ndrova pa gjomë,
çfarë namaz është të falë ky person? Tha e parë se nuk falë ke namaz natë. E parë se vetëm kur e ndrek ekranin thekë Allahu Akbar. Në gjumë, vetëm kur e ndrek ekranin thekë Allahu Akbar. E tha prita si filin ta shoh se ata ta xheron, e parë se as që agjerojke. Njëri u flen, njëri u nuk agjeron, dhe gjenetli të uhabita. Hajta ndoshta ka qenë i loft, të ndihse me një ka ndodhi. Ditën e tretë një ka ndodhi, derisa ta plasa. E parë se ki ka diçka të veçantë e cila nuk ka mundësi mu pa me sytë e babet. E i ka shoti njëri kemi sinqert me ty. Unë nuk u ka cafita me prindin tim, por se në dëgjova pejgamberin sallallahu alajhi wasallam të thonë për ti se je njeri gjenetli. Tha tregon çka ban, tha asgjë më tepër se sa ajo që e paha. E Abdullah ibn Amri tha dështova, u mërzita shumë, e të dojë kadera ka dalë, tha. Dhe ta ka dhe një sekret. Mali në këtë sekret o musliman, nuk ka gjennet dhe gjelozi dhe haset dhe zunë qarlëk. Kur diku shekon një të mirë, ose lavdroj ose hesht, mos u mundo me afriq të mirën, si që kemi në zanat, nëse dikane përmendni për mirë, më njëherë janë gjesi një etiket, o hoq, e ka me haram. Nuk të të përsh për lefë që dha, mundosh me a përmendni të si të mirë, e ka bo për me lavduju o gjalat. Kur a përmendni një vest të mirë, thët e ka bo, se e ka pas pa tjetër me bo. Kire që ka tha kjo person, tha vëllahi, tha, unë e pave, tha, nuk falë na shumë. E asë Ramazan që maj shumë, nuk di shumë me punu, ama tha një sen e kam. Tha në zemrën teme kur bime flenjt, s'kam të keqe, mendim të keqe dhe i asë kujt prej muslimanëve. Vetë që këtë e bajtër. Bime flenjt nuk me dhe keq për asë kantë. Bi rahat, qona rahat. E tha se në piksoj, e fitova gjenetin Allahut azza wa jalla. E tha Abdullah ibn Amri, tha, e kjo është një punë të cilën as kemi mundësi me arrit. O besimtar, largoni nga zemrat e juaja xhelozin dhe të keqen dhe zilin, dhe mundohuni që dikush nëse e ka të mirë, të mundohemi që atë të mirë bëjmë do Allahu që t'ja bekoj, që t'ja shoje. E të bëjmë do që dhe neve t'la jep nëse se kemi. E jo të mundohemi t'ja marim ati të mirën e ta fitojmë për vete. Lip prej Allahu, sepse ajo është më i pasur sa i pasoniki. S'ke nevoj ati me e marë, lutë Allahun e aji të jetë. Nësë Allahu azza wa jall që t'na e lyj imanin, që t'na e lyj sinceritetin, që t'na e lyj devotshmërinë, që këto besimtarë, këtë xhamatli, ti bekoj dhe ti largoj nga çdo e keqe, e kulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم